E kemi ndjekur së bashku edhe materialin në Kroaci, e tash është koha që të mirë presim këtu në studio edhe Ylli Rizvanolin. Ylli, përshëndetje, mirë se erdhe. Po gjithashtu në studio kemi edhe Andi Zhavelin, që është shok me Yllin. Përshëndetje, Andi. Erdha spari të mysafiri. Po gjë. Po tash vjedhet e ti. Ylli, mirë se erdhe. Mirë se gjitha. A mundesh me na tregu pak se si e pranove ftesën? Në Kroaci. Jo në Kroaci, këtu në emision me ardhë. E pranova. Se po më duket është hera e parë që del në televizion dhe është kënaqësi për neve që të kemi edhe këtu në studio. Faleminderit për ftesën. Thjesht ka qenë një vendosmëria jemja që t'jem që t'regoj edhe pjesën teme në Kroaci. Pjesën e produkteve që kam punuar pak ma ndryshë se që punojmë në Kosovë. Ka qenë një eksperiencë e mirë. Kom qef me ju tregu eksperiencën time. Është kënaqësi e madhe të kemi Yllin këtu sepse do na tregoj pak më shumë edhe rreth eksperiencës së tij në Kroaci, siç edhe po na tregon ai këtu në studion e Pasion e Profesion. Por spari po të pyes se çka kemi përgatitur sot. Do jetë ndonjë ushqim kroat apo çka kemi vendosur me përgatitur? Po, për momentin është ushqim kroat, është pjesë e ramstekut me një salcë kroate që është e përsosur për këtë lloj mishit. Besoj që do t'jetë super e mirë. Nëse po presim ta provojmë, po shkoj pak edhe të Andi. Andi, Mariana. s'ka love sajt. Super, në nëzisë ta marë. Është kënaqësi gjithmonë që t'jemi bashkë në studion e Pasionit. Po, edhe të edhe. Do i kemi edhe këto 2 epizodat e fundit, pra sot dhe javën e ardhshme të kësaj sezone. Si ka shku për ty kjo kohë? Shumë ka pëlqy. Nuk kam pas rasti unë me kulturat të ndryshme, me kuzhinierat të ndryshëm, kështu që për mua konë një ndër sezonat më të mirë të presion të. Ndosha me të pyet pak se cili vend ka bu mas shumë ti për shtypje? Kur ka qenë, unë që kom kalu mirë edhe që kom pas rastin me punu pak më ndryshë, kur ka qenë Ozani. Më kom pjesa Turkis, aje ka shpalosë kuzhinën më moderne të mundshme, kështu që ajo kom pjesa më mira për mu dhe tash. Nëse nuk i qasposh kërkën tjetër, po për mëndim temin, unë jam një ma rehat në punu qatë pjesë. Po besoj që i ke provua dhe ato receta që i ka përgatit ai. Me i përgatit edhe ti. Po, Ylli. Apo na tregom pak për shokun tënd Yllin, se ndoshta është hera e parë që po të bjen me shokun tënd. Unë me Yllin përveç se e kam shok, përveç se e kam bashkëvendas, Yllin edhe me kena punu bashkë me Yllin. Kom pas rasti me punu me Yllin edhe Ylli me mua dhe kena kalu shumë mirë bashkë. Na ka metë shoqënia, na kena punu para një 4-5 viteve bashkë, na ka metë prapë. Ajo dëshira me punu në kuzhinë edhe kur thonë emisioni për Kroaci, mu i parë më ka shumë në Ylli edhe të më thonë që Ylli është duhet në qenë. Po ti po jep komentet mira për Yllin, po ta pyesim Yllin për ty. Çfarë komente ka Ylli për Andin? Apo na tregon pak eksperiencën cilën keni punuar bashkë me Andin. Andi përmendi që para ka bashkëvendasin tim një moti. Shpirti i bashkëvendasit. Thjesht është një kuzhinier që e lyp disiplinën, më pëlqen puna e tij, është një person shumë i rregullt në punë, lyp gjithçka më kon rregull, thjesht më dal me klienti i kënaqur. Më ka ndihmuar në pjesën e disiplinës të punës, ka ndihmuar shumë sene, edhe jam shumë i kënaqur me ta. Ka qenë një provojë shumë e bukur me Andin. Po si është ndjenja tash të jeni të dy së bashku në një skenë televizive? Ndjenja për momentin s'kam ndjenja për ta hiç. Po më duket që tash jeni ngar ju dy. Tash jemi mirë. Tash besoj që ja dalim edhe kena më konë shumë të kënaqur me natën e sonshme. Po shpresoj që edhe në javën e ardhshme do jeni okay, sepse edhe javën e ardhshme do jesh në emisionin Pasion e Profesion. Andi, po çka kemi përgatitur sot? Unë sot kam vendosur me bëu një filet peshku, edhe kam shoqëruar me pak salcë me limon edhe me verë të bardhë. Natyrisht që kemi përdor edhe produktet të Podravkës apo jo? Nëse ti e gjeni recetë teme që nuk e përdori Podravkën, unë do dusha më në çdo recetë. Po ju tregojmë diçka shikuesve që ndoshta mos me harru edhe pse po besoj që tashmë e din të gjithë që Vegeta ka ardhur me një paketim të ri.
Shija është krejtësisht e njëjtë, vetë se ka ndryshu paketimi. Këta mundët mi u tregu edhe vetë Andi pak ma Shija shumë. gjithmonë betet e njëjta janë. Faleminderit që e sollë këto. Se që unë kam edhe tjera të drakës, të nuk përdori veç vegetën edhe në mesa tjera të drakës. Kështu që Tashmë je gati me fillu shumë gati me recetën. fillu. Shikues të dashur, për shkëputjeve për bllokun e parë të marketingut, qëndroni me ne sepse do rikthehemi vetëm pas pak. Rikëthem nga bloku i marketingut në studion e Pasion e Profesion e unë tashmë jam të këndi i mrekullueshëm i Premium Bakery. Si shpo e shini, ka shumë gjërat mira këto dhe si gjithmonë jemi mësuar që kemi edhe bukë të ndryshme, unë po ju prezentoj edhe këto bukët të cilat mund të piqen vetëm për 8 minuta. Po besoj që e keni parë edhe reklamën e Premium Bakery, vetëm 8 minuta në furrë dhe i keni të gatshme në tryezat e juaja. Andi dhe Ylli tashmë janë duke përgatit recetat e tyre. Po e shoh pak Andin. Andi, si shkoj procedura deri tash? Mirë, ja. Si gjithmonë. Si gjithmonë. Me produktet e podratës shëndet. Po me Yllin? Me Yllin s'po folin, ja. S'po faljesh, a? Ja. Mendova që keni bashkëpunim. Ja. A deri në fund heq. Deri te tryeza e premiumit. Okej. S'po ju hyn masën e juve dëve. Shokëve. Ylli, si po shkon gjithçka? Që shka shumë në regull. A je rehat këtu në studion e Pasionit? Si në shpiteme. Po me prezencën e Andit këtu? Prezenca Andit më bush, më konë ma i shlirë. Po ndoshta mos me najt ka qatër, apo? Ja, në Gjapovë Me si shku më të ofër. Me shku të vendi ti. Ha të po shkaj. Ylli, apë na tregom pak për fillimet e tua në kuzhinë, si vendose që t'i futesh këtij rrugtimi? Thjesht ishte provoja ime për të futur në kuzhinë. Isha duke të qëndruar vetëm në Prishtinë, edhe isha një student që e pëlqeja ushqimin. Ishim marak familjar për ushqim, edhe nisa të përgatis për vetën time. Po, më hap një konkurs i punës edhe do shta mi sfidu vetën që a muj mu bo diçka si kuzhinjer. Përveç kuzhinës në banesa aty, ndoshta me provu vetën. Më provu vetën që bëj diçka pak ma special. Edhe arrita qëllimin. Do të du, pranove në punën e parë, si ka qenë eksperienca në punën e parë? Ishte shumë e zëshme për mu, sepse nuk ishte letë punën të në shpi. Po në restorant ishte kretë ndryshe, atëherë spori si të gjithë, i herë kimi lajën. Masa na i provoja shkon të mësu, të avancu, të përfitu për vetës, edhe nëse nuk donë mu dërzu, ja arrin kredve. Qëllimit, edhe ishte shumë perfekte, po ishte shfillim si shumë stres. Sepse nuk mund t'ja dilsha gjërave, ishte pak sfiduse për mu, sepse isha shumë i ri, isha moshën 15 vjeçare. Edhe, po ja dole. Ja dola. Dhe
pëlqeu, hera e parë dhe pastaj e vazhdove dhe Tash përgatis ma mirë se mama ime. Do shta mama tash është ta shiku, mama, e tash edhe unë si e Gjakovës. Besoj që po, edhe besoj që është unë i gjeloze që përgatis ma mirë se ajo. Po besoj që është më shumë krenare. Krenare, po që po. Se gjeloze. Po tash po besoj që edhe gatuani bashkë, apo jo, ndonjë recet në shtëpi edhe është kënaqësi edhe për nënën, por edhe për ty. Gjithashtu. Mami mi ka mësu pjesë tradicionale që i bojmë pak në Gjakovë. Se në restoran... Cilat janë ato na trego pak? Po jenë tovat, është tova kasapit, na bojmë edhe sugjukun. Jena thjesht pasionant mishit, edhe si familje, po gjella mu nuk më ka ra me bo. Thjesht mami mi ka përvetësu, edhe tash mu mi bo tonat. Okej. Mami, e ndrove pak. Mama, mami. Nona. Mama, anti ti qka të ka mësu mama? Mu ka mësu Se më mama. ndohet pak u bojë misioni në nostalgji. Po me gatua? Po. Bu shumë sena valla. Receta e parë që e ke mësu prej saj. Pe mama sa? Po. Ajo është një gjellë me këtë sena që atë atë. Me Si perime, shkret me sena? mesh, Çka ka? me orez. Zishtë që thomën, atë një gjellë. Që ta unë mësu të parën, se unë pëlqen. Së një ha këtë sena. Nese mama, shumë sena mësën, valla. Këto bukat e shpise, këto kam qef një mësu. E vesë mama që bëllë buka shpise. Qëto da buk me sot që e thomën, da liqenika. Qëto kam qef, qëto mi kam mësu mama. Mama. Ylli, po ti sa i përdor në fakt produktet e Podravkës në recetat e tua? I përdori sepse i përdori pak si shpesh. Vegetën po besoj që e përdor. Kurse përdor vegetën. Vegeta është pjesë e kuzhinës. Normalisht. Pjesë e familjeve tona, realisht, të është gjithave. shije në çdo recepte. Ylli, apo na tregon pak edhe për fillimet e tua të punës në Kroaci. Si shkoj gjithçka, si arrite që të shkosh dhe të punosh në Kroaci? Apo na tregon gjitha rrugtet? Thjesht ishte isha duke punuar edhe merr një ofertë që ta sfidoja vetëm në një restorant kroat. Po në restorantin kroat ishte shefi ishte shqiptar. Ishte pak ma mirë për mu, sepse... Ishte vetëm shefi, a ishte edhe pronari i restorantit shqiptar? Edhe pronari. Sepse ekipa edhe materialin që kemi qenë në Kroaci te ai pronari shqiptar të kemi qenë. Ishte edhe pronari shqiptar, edhe besoj që më jep ke një shansë për mi sfidu vetën, mi po qa muj si produkt, si ndryshim menyje prej Kosovës në Kroaci. Thjesht e ka një disiplinë shumë ma në regull në kuzhina kroate. Se mendojnë? Punojnë pak ma ka klasikja, janë pak ma të qetë në punë, na pak e bojnë me presion. Pak me presion, pak me stres. Me stres. Po sa ndikon kjo që të bësh edhe pjata të mira? Ndikon shumë, sepse kur s'ki në presion gjatë punës, edhe ti e shumë ma në regull të përgatitja, gjithçka shkon në nivel, nuk je vetit stres me në pjesën e presionit, gjithçka mund është mi a dal ka dalë, thjesht ushqimi është pjesë e luksit që duhesh me dalë perfekte. Po, tek ushqimi, a ka diferencë shumë madhe? Tek ushqimi, diferenca nuk është shumë e madhe, thjesht e pjesë se gjërave të detit, peshkut ose salmonit, thjesht frutat, ata janë pak ma avansun ka kjo pjesë. Ka pjesa mishit janë ma klasik, nuk përdorin salsa, nuk përdorin gjëra veç thjesht. Po në cilin rajon ose qytet ke qëndru ti edhe ke punu? Unë kam qëndru në pjesën e ofër Splitit, quhet Ishulli Trogir. Në Ishull? Po e pas ke pas mirë o Ylli. Shumë mirë. Po pse u ktheve? Thjesht ka qenë një përvojë shkurt. Sa vite ke qëndru aty?
Sa kohë? Kam qëndruar vetëm 7 muaj. 7 muaj, Po, okej. 7 muaj. Masanaj, tash e kom apet njëjtin gjë kom i bo, sepse më duhet më kthy puna, është ajo pjesë procedura e kontratave të punës, Po. që Po përsëri do kthesh në Krajci, në të njëjtin vend, apo jo? po, besoj që po. Sa mirë. Andi, po a kam me të mungu ylli, se ylli po mendoj me na ik prap. Jo, po se athirim apet për dirë në migraci, e kena derën që e largon. Po besoj që kemi me shku dhe me vizitu yllin në Krajci, Ta në shoj ma- restorantin ku punon. Ta shoj ma kam suna i sa. Po. A të kalzoj sa ka punu me mua jo? Po? A ta kalzoj kohën kur ka punu me mua? Jo, për atë kohë nuk ka folje dhe shumë. Shumë pak ka folje, nështë ta na tregon pak më shumë ti. Veç që të livdoj, pa të fjallë të mira për ty. Po, okej. Ka ja pranoj s'po prishi. S'po e vrish. Jo. Andi, edhe sa kohë të Unë merë kjo jam recetë? po thuaj se gati. Po thuaj se gati. Po Andi, kam na përgatit edhe një recetë me produktet Dhe zovan. shumë të mira të Zovade nga Katari, produktet të shpejta. Tash më veç në mësu edhe publiku Po, që e besoj kanë që çdo po. javë nga një recetë. Edhe po besoj që dikush i ka provu, sepse janë ushqime shumë të shishme dhe të shpejta, Mu kanë cilat... thirrë shumica njerëzve që e kanë pa, ku mi gjetë të produkte, ku mi marrë të produkte, qysh me i bo, ku më pas thirrë, ku më tregu njerëzve, që kjo. Muni me përcjellën e sen që shbohen, kaq. E ndjekim pra edhe recetën e Andit shpejt me produktet e Zovade dhe rikthemi përsëri këtu në studio. E shikues të dashur, keni mundur ta shihni edhe recetën e përgatitur nga Andi me produktet e Zovade. Pra janë produkte të shpejta dhe shumë të shishme të cilat mund t'i gjeni në tregun kosovar tashmë. Ylli si po të shkon? Mirë, veç po më vyn vegeta. Pa tjetër. Po e sjell edhe vegetën. Andi, jam me ta marrë vegetën? Faleminderit. Mos harroj t'ju tregoj edhe një herë që vegeta e ka ndru vetëm paketimin, vetëm dizajnin, por është e njëjta në shije. Siç po të tregon edhe ylli ja urna. Faleminderit. Po cili është ndonjë specialitet kroat, i cili të ka bu ma shumë përshtypje edhe e ki përgatit vazhdimisht? Kanë një pjesë të mishut e frikando, thirret e pasticada. Është tradicionale, ka pjesa e Dalmacisë, e ka pjesën e Dalmacisë, pjesa e Trogirit, edhe është një tradicional i tëne që është shumë i shishem edhe e përgatisin për mara. E ti si e përgatit? Unë e përgatis, mirë. A ke marrë komendet mira? ku marrë edhe komendet mira, se nuk është thjesht ata e përdorin një salcë unë se nuk e kom pa që atë sanë thjesht është pjesë e Dalmacisë që e kanë bo vetë ata. Edhe bohet me misht frikandos, bohet me karot, pancet, edhe janë do asparagus i qesin, e fusin brenda, po lojnë 48 orë marinim. Okej. Edhe masanaj mas 48 orë përgatitet pjesa e mishit. Edhe Po t'ingëllon shumë e shishme. Po besoj që pas që nga desh me na përgatit, a shumë shtirë, shumë proces. shumë proces gjatë ka ja. Andi, po ti ndonjëherë a ki provu me përgatit ndonjë pjatë kroate? Jo, Të veç Kroacisë? unë e pënej me melmesa kroate. Ajo pa tjetër. Jo, me te Arjani, më falë. S'ka probleme, përshëndesim shumë Për Mirandër. docentën tonë se ja rova emni. I thash Miranda Arjanes. Jo, më pune. Më mërmene që i kanë produkte mira, në Kroaci nuk kam qenë asnjëherë. Po më mërmene që i kanë kuzhinën e mirë, edhe me yllin sa pata bizet më herët e më tregoj që ka pjesa mishit e lojnë ma klasike, ka pjeshke japin pak ma tepër, e sforcojnë ma tepër, po ta ma bet më tata ushqimet e mira, ta e kun shumë, ta ku mujtë mi gjetë vetë në ta dhe me këto sene që i ku mësu këto dhe atje, që që po ma mërmene që
ka ona jonë të cilën edhe ata. Edhe vetë the që i përdorim produktet kroate, kështu që patjetër që edhe ushqimi do të jetë shumësishëm, si produktet e Podravkës. E shikos dashur, po shkëputemi për bllokun e dytë të marketingut, por qëndroni me ne, me mua, Andin dhe Yllin, sepse do e kemi edhe përfundimin e pjatës. Do hajmë ushqim. Shikues të dashur, u rikthyem nga bloku i dytë i marketingut, e tani është koha që edhe t'i shohim pjatat e përgatitura nga Ylli dhe Andi, edhe t'i provojmë ato, por edhe t'ju tregoj diçka. Po ju tregoj për ETC-n dhe pastat P&K. Pra tek ETC mund t'i gjeni pastat P&K, të cilat ne i përdorim këtu në Pasion e Profesion, por gjithashtu edhe në shtëpi tona, e gjithë ekipa e Pasion e Profesion pra përdor këto pasta. Por gjithashtu edhe tek ETC-ja mund të gjeni të gjitha produktet e nevojshme për ambientet e juaja, për shtëpit e juaja. E unë tash po shkoj tek vendi im, sepse do i pres Yllin dhe Andin këtu. E tashmë jemi tek këndi ku edhe do i provojmë ushqimet e përgatitura nga Ylli dhe nga Andi, por mos haroj t'ju tregoj edhe për enët nga Karagja, të cilat në studion e Pasion e Profesion i përdorim të gjitha enët nga Karagja. Ky është një set i mrekullueshëm, por gjithashtu edhe Andi dhe Ylli sot kam pas mundësinë dhe çdo herë tjetër të bëjnë recetat e tyre, të përgatisin ato në enët e Karagjas. Pak a shumë na tregon edhe Andi këtu kur vjen për eksperiencën, por edhe Ylli. Mirë se erdhët. Është knaqësi. Tashme i pa edhe këto pjata të përfundume. Po patjetër. Tash që Andi na tregon edhe Ylli pak për eksperiencën e përgatitjes në enët e Karagjës. Te edhe na janë na vetë na shkruajnë nga zgjellat, se të cilën kanë një për shef tonë, kështu që unë nuk kam ankesën këtë hiç. Ndoshta me dëgju pak mendimin e Yllit. Pjashtin edhe bukurinë pjesës mishit, përqëndron pak ma komod. A mundeni me na tregu pak për procesin e tërë deri në përfundimin e kësaj pjate? Ylli? Është një pjesë ramstek me pire, edhe është një salcë që përdoret për këtë lloj mishit, besoj që është shumë e përshtatshme për një pjatë kryesore. Andi, ta provoj ndoshta pjatën e lutem. Yllit fillimisht, ndërsa ti na tregon për pjatën tënde. Pjata ime, si thashë edhe më herët, është pjatë e lehtë. Është një fileto peshku, e cila shoqërohet me limon edhe me verë të bardhë. Shuhet vera e bardhë, vendoset limoni edhe pastaj e trashim me pak boter derisa ta formojë këtë masë kremoze. Mishe peshk. Mishe peshk. A bune bismillah pra se mund bëse. Unë s'kam koment. Jem pjata shumë të shishme. Kujtallimi mes mishit e peshkut, unë nuk kam si me ndoa. Prap jam person ma shumë nga peshku, por që edhe mishi, të dyja pjatat janë fantastike. Faleminderit shumë Ylli që ishe sot në këtë epizod, faleminderit Andi shumë që je çdo herë këtu me ne. Faleminderit juve. Edhe mezi po pres edhe javën e ardhshme që t'ju kem këtu në studio, me përmbyll muajin krah, por edhe këtë sezon të Pasion e Profesion. Faleminderit Ariana. Faleminderit shumë. Faleminderit Ariana, shihemi javën tjetër. E shikues të dashur, ne po e ndjekim edhe recetën e ëmbël të artës dhe rikthehemi përsëri në studio.